Zoti na bekoj të takim të sotshëm, na mbushit të gjithë me frymën e shenjtë dhe të na japi atë për cilën ne kemi nevojë të gjithë. Aleluja. Do desha mirë e Zotit t'i japim librat e Kungjillit sipas Mateut. Kungjilli sipas Mateut, te kapitulli 6. Rësënat. Falenderojmë Zotin. Kapitulli 6 e Kungjillit sipas Mateut nga Rësënat. Ju pra lutoni kështu. Ati ynë që je në qej, u shenjtërok të emri yt, ardhë mbretëria jote, u bë vullneti yt në tokë si në qiell. Bukën tonë të përditshme na jep sot, dhe na i falë fajet tona ashtu siç va falim ne fajtorëve tanë. Dhe mos lejo të bijem në tundim, por na shiro nga i ligu, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen. Sepse nëse ju u afalni njerëzve gabimet e tyre, Ati juaj qiellor do t'u afalë edhe juve. Por nëse ju nuk u afalni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj nuk do t'u afalë juve gabimet tuaja. Amin. Falenderojmë Zotin vëllezër. Te kapitulli 6 për 3 pjesë i flet këtu, te këto që lexuam sipër, për 3 gjëra, për lëmoshën, për lutjen, falenderojmë Zotin, edhe për argjërimin, 3 gjëra që fjala e Zotit na mëson që duhet i bëjmë shërbes. Nuk duhet jemi si hipokritët, qoftë kur lutemi të dalim, siç thotë fjala e Zotit, dini në përsheshe, ngrihni duart, dhe të falenderojë atë për këtë, falenderojë Zot për këtë. Shpërblimin e menin nga njerëzit, sepse u thoshin bravo, këta luten, shiko sa shumë luten, shiko sa. Edhe kur japim lëmosh, e njëjta gjë, nuk duhet të bien borijes në sytë të tjerëve që dhe vllai more çova një çantë ka ajo motër atje, i dhash lek ti vllait këtu, e ndihmova. As kjo nuk duhet. E kemi marrë bravon nga njerëzit. Shpërblimin nga Zoti e marrim në mënyrë të jetë fshehur, si do thotë. Edhe kur lutemi, lëmosha, edhe kur argjërojmë, e njëjta gjë thotë fjala e Zotit. Lyeje kokën tënde, vajose, mos të dukemi në sytë të tjerëve që unë sot po argjëroj. E kemi parasysh argjërimi nuk është diçka e lehtë, e vështirë është, mundojmë trupin, por me këtë formë Zoti do të na përuli zemrat dhe shpirtrat tanë, por ju që të dukemi në sytë të tjerëve që unë po argjëroj. E thotë edhe fjala e Zotit, keni kujdes na njerëz të tillë, të cilët me atë ndjenjën e prullësisë në thojza duan të tregojnë të tjerëve që sa shumë bejun, sa shumë lutem unë, sa shumë argjëroj unë, sa shumë japun e tjera si këto. Do më thënë në formë një prullësie të rremë, thotë fjala e Zotit. Por të tëra këto në fshehtësi. Ajo që Zoti më vuri zemër, Zoti nuk e dija, por që vllai deshi të cilat diçka nga fjala e Zotit, ka të bëjë me 2 vargjet e fundit që lexova, 14-15 dhe do t'i lexoj përsëri. Sepse nëse ju u afalni njerëzve gabimet e tyre, Ati juaj qiellor do t'u afalë edhe juve. Por nëse ju nuk u afalni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj nuk do t'u afalë juve gabimet tuaja. Kaq e rëndësishme është kjo fjalë e Zotit vëllezër. Lavdi Zotit. E dini përpara kësaj, thot fjala e Zotit, duhet kemi kujdes. Nuk është puna që të shkojmë te Zoti dhe shpeshherë vetëm kërkojmë. Zot më jep këtë, Zot më jep atë, Zot duhet më japësh këtë, Zot. Përpara kësaj është falënderimi vëllezër. E dini për hirin që Zoti na dha, hirin që Zoti bëri për ne, na thirri, na bëri. E dini çfarë do thotë fjala hir? Nuk e meritojmë. Nuk e meritojmë, është dhuratë nga Zoti kjo je. Shpëtimi. Bile diku në vend thotë, askush mos mburret. Nga të themi nga veprat që ndokush mendon që unë jam i mirë, që unë kam berë, nuk na shpëtoi Zoti sepse ne jemi të mirë në thojza, askush s'është i mirë. Të tërë thotë Zoti u privuan nga drejtësia e Perëndis, domethënë u larguan. Por çfarë thotë drejtësia e Perëndis? Drejtësia e Perëndis në momentin që mëkatoi Eva atje edhe Adami, më pas vjen fjala e Zotit, paga e mëkatit është vdekja. Domethënë në bazë të kësaj
të gjithë duhet të shkonim dhe të humbisim në humbje të përjetshme. Por thotë, ngjitu me drejtsinë e Perëndis, është edhe dashuria e Perëndis. Erdhi Krishti në jetën tonë, ta po shkoj unë atë, të bëj vullnetin tënd, që mos vdesin ata, por të vdes unë, që t'u jap jetë të përjetshme, falenderojmë Zotin. Do vdes unë në vend që të vdesin ata. Vëllezër, motra, e kuptoni që të tërë ishin të destinuar për humbje, dhe erdhi Krishti dhe na dha jetë nga jeta e tij, na dha trup nga trupi i tij, na dha gjak nga gjaku i tij, që të jetojmë jo thjesht 30, 50, 70 apo 90 vjet ku diu në këtë tokë, por jetë përjetshme me Zotin. Haleluja. Diku te zbulesat e vargjet e fundit, e dini se si e mbyll fjalë e Zotit. Dhe do banoj Perëndia me ta, me neve. E dini sa do thotë të banoj Perëndia me neve njerëzit, nëpërmjet kësaj vepre të dashur që bëri. Dhe vargji më pas thotë i diçka tjetër, domethënë një bet miras e kanë bërë re, që thotë fjalë e Zotit. Dhe atje do ta shikojmë sy për sy dhe fal për fal. Lavdi Zotit. Që tani askush nuk mund ta shohë Perëndin. Absolutisht askush nuk mund ta shikojë. Është kaq larg dhe askush nuk mund të vejë dhe askush nuk mund ta arrijë. Por që është thirrji i Zotit që do na bëjë domethënë të vejmë deri atje. Falenderojmë Zotin. Bile vëllezër, edhe kur na dënsoi Zoti që shkojmë atje lart në mbretërinë e qiellit, diku në një moment thotë këtu do të kurorizoj Zoti me kurora gjithë secilin prej nesh. E dini se çfarë do bëjmë edhe neve vëllezër. Edhe ne atëre, ashtu sikur se këta 24 pleqje thotë tek zbulesa, edhe ne do heqim kurorat tona, ato që Zoti do na kurorizoj, edhe do t'i çojmë përpara këmbëve të Zotit, edhe do t'i themi, Zot, jemi këtu sepse ti u kurizove për ne. Sepse ti dhe gjakun tënd dhe trupin tënd pa ne jemi këtu. Rron ti pa rron shpirtin. Aleluja. Falenderojmë Zot. Çfarë do mund të themi? Kush do mund të thojë diçka më tepër se kaq vëllezër? Falenderojmë Zotin. Por që të arrijmë deri atje, Zoti kërkon shenjtërim nga gjithë secili prej nesh. Për një çështje, për një problem të madh, sot Zoti më vuri në zemër këtë gjë vëllezër. Në qoftë se ju nuk u falni njerëzve gabimet tuaj, asati juaj nuk do t'u fal gabimet tuaja. Falenderojmë Zotin. Të dini, shpeshherë dhe kur vim në kishë, për shembull, edhe tani, nëse do t'i bëj një vetë gjyqësi që secili ka një lidhje personale me Zotin. Sot erdha në kishë, tani jam edhe këtu, kështu po flas, gjithë secili aty në vendin tuaj, edhe po het një sy te të gjithë vëllezër. Sepse jam në praninë e Perëndis, jam në praninë e Zotit. E gjithë secili duhet të jetë ashtu sikurse duhet të jetë me zemër të pastër. Kam një zemër të pastër me gjithë secilin vëlla, me gjithë secilin motër. Analizë me gjithë secilin. Me vëlla Semirin nuk kam. Me vëlla Vanin edhe shumë mirë nuk shkoj. Me vëlla Gencin çka? Me ata atje çka? Me këto motra këtu para kam pas shumë me probleme, nuk jam dhe aq mirë. Me ato motrat në fund kaloj. Tani fjalë e Zotit e shpjegon kaq saktë të vëllezër se çfarë do të thotë mos t'u falim neve fajet pajtorëve tan. Lavdi Zotit. Bile diku në një moment nuk dua ta lexoj që mos u marr shumë kohë. Thotë po këtu tek Ungjilli sipas Mateut tregon një histori fjalë e Zotit që zotëria thirri shërbëtorët e tij për t'i dhënë borxhin që kishin. Dhe thirri njërin prej tyre i cili kishte borxh 10.000 talenta. Një borxh kaq i madh, vëllezër, 10.000 talenta, sa që thotë fjalë e Zotit tërë jetën askush apo edhe ai më saktë që paraqet fjalë e Zotit, tërë jetën nuk mundte t'i lante borxhin që kishte ndaj zotërisë tij. Edhe dini se çfarë i thotë ky? Zot, ki mëshirë për mua. Më fal, më lër do punoj me familjen time, do mundohem që t'i laj, por që nuk i lante dot. Edhe thotë fjalë e Zotit këtu, zotëria e tij i nisur nga mëshira ndaj shërbëtorit të tij e fali. Ndërkohë thotë sa del jashtë, i kujtohet që shikon një shok të tij, një bashkëpunëtor të tij, i cili kishte borxh vetëm 100 denar, 100 talenta, sa i themi, 100 denar. Merr me një pjesë kaq e vogël në lidhje me 10.000 sa që kishte zotërisë së tij. Edhe dini se si përshkruan fjalë e Zotit. Sa e pa, ju tur edhe e kapi prej gryke, do më japësh 100 denar, 100 talenta, do më thënë sa më ke. Edhe ai të njëjtën fjalë i thotë, të lutem të më falësh, do mundohem t'i bëj që t'jemi larme. Jo,
nuk ta fal. Të lutem, nuk ta fal. Edhe thot e çoj në burg, e çoj te gjykatësit atë dhe familjen e tij derisa t'i lënë. Domethënë kaq i ashpër, kaq i egër me vllain e tij, kur harroi atë që i bëri Zoti i tij që e mëshiroi, që e fali, që e deshi. Dhe thot fjalë e Zotit e pan shërbëtorët e zotërisë edhe vajtën i thanë. Nuk thot shërbëtorët e gjykuan atë, por vajtën i thanë zotërisë së tij, që këtë veprim bëri dhe i thërrit shërbëtor i prap shërbëtor i keq. Nuk duhet që edhe ti ta fali vllain tënd ashtu sikurse unë ta fala. Dhe thot merrni këtë dhe çojeni te gjykatësi atë dhe familjen e tij derisa por që nuk mund t'i lajë absolutisht. Atje që të torturohet. Falenderojmë Zotin. Vëllezër, e di si e mbyll fjalën e Zotit. Thot, kështu do të veprojë Zoti edhe me gjithsecilin prej jush, nëse nuk e fal vllain ose motrën me gjithë zemrën, nga thellësia e shpirtit, nga thellësia e zemrës. Vëllezër, jemi në këtë gjendje. Jemi në këtë gjendje që gjithsecili vëlla apo motër e kemi falur apo e falim me gjithë shpirt, me gjithë zemrë. Nuk është puna goja. Vllat kanë falur, po nuk është kështu. Nuk është kështu. Thotë nga thellësia e shpirtit, nga thellësia e zemrës. Sepse problemet më pas, jo do jenë, po janë shumë të mëdha. Nuk dua të flas në vetë ime, kush do mundet t'i hapi tek letra e parë e Gjonit, po mundet, që të shikojmë se çfarë thotë fjala e Zotit në lidhje me këtë gjë. Letra e parë e apostullit Gjon, te kapitulli 2 të rishtin 9. Ai që thot se është në dritë dhe urren vëllain e vet, është në errësirë. Ai që e do vëllain e vet qëndron në dritë dhe në të nuk ka asgjë në të që i bën të birë. Por ai që urren vëllain e vet është në errësirë, ecën në errësirë dhe nuk di ku shkon, sepse errësira ja ka verbuar sot. E kuptoni vëllezër se çfarë thot fjala e Zotit për këtë gjë? Ai që nuk do vëllain e vet, është në errësirë, ecën në errësirë, errësira e ka mbuluar syt dhe nuk di se ku shkon. Unë kam 15 vjet në kish, kam 25 vjet në kish, unë jam kështu, jam i mirë, nëse nuk do vllain ose motrën, je në errësirë. Kaq thjesht, vëllezër e motra, fjalë e Zotit flet edhe hapur, edhe thjesht në mënyrë që ne ta kuptojmë. Falenderojmë Zotin. Dhe nuk duhet që gjithë secili prej nesh në raste të tilla të fillojë justifikime. Justifikime. Vëlla, po ai më tha, po ai më bëri, ka kaq kohë që më duhet që ta falim me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin. Prandaj na mëson edhe fjalë e Zotit, prandaj dhe na sjell këtu fjalë e Zotit, që gjithë secili ta marrë fjalën e Zotit ashtu sikurse është, ta pruli zemrën, që Zoti ta rregullojë. Jo të qëndrojë në një zemër të ngurtë, që mos rregullohet. Askush nuk ka gojë të justifikohet përpara Zotit. Çfarë do fillojmë tani të them me justifikimet tona, që ai më tha, e mbaj mend kur më rregulloi kjo atë, që më prish prapë dhe që më bëri këtë dhe që më tha atë. A ka mundësi që ta falim vllain apo motrën nga thellësia e shpirtit? E dini, zemra e njeriu askush e njeh. Askush e njeh. Lërni si dukem unë tani, si më shikoni ju mua tani, dukemi mirë, dukem në thellësi të zemrës çfarë kam? Cili është ai qëllimi i zemrës time? A është qëllimi i zemrës time që unë dua të shkoj në mbretërinë e qiellit? Edhe që baza e kësaj është dashuria për të gjithë vëllezërit e motra? A është për bazë fjalë e Zotit që thotë ashtu sikurse unë u desha me dashuri të përjetshme, unë zbrita nga qielli, nga pallatet e lavdis, edhe dash jetën time sepse u desha me dashuri të përjetshme, edhe kështu të doni edhe njëri tjetrin. E bëjmë këtë gjë. E kemi këtë gjë. Bile vëllezër, ky është një problem i madh, sepse ka gjëra, të themi mëkate për shembull që duken, por ka dhe mëkate që nuk duken. Bile dhe urrëtia, edhe mosfalja, për shembull është një formë për shembull që duken. Më shikon ky vllai që edhe nuk i flas shumë, që edhe nuk sillen ashtu sikurse e flisjan përpara, kjo duken. Ka dhe edhe problem tjetër të kësaj, dini se cila është? Nuk më kupton fare ky vllai, por që urrej. Nuk e duroj dot. Sa vjen këtu në kishë, është e pamundur, nuk e duroj dot.
ul kokën, kthej kurrizin, nuk dua të takoj, është e rrezikshme. E dini është e rrezikshme. Prandaj të kemi kujdes vëllezër e motra. Nuk është puna më kupton s'më kupton. Nuk është puna se si dukemi përpara jush, përpara njëri tjetrit. Puna është se si jemi përpara Zotit. Dhe dini si thotë fjalë e Zotit, sepse duhet të ekzistojë bashkë me dashurinë është ajo që quhet frika e shenjtë e Zotit. Kam frikë nga Zoti ta bëj të keqen. Jo sepse më shikon ky apo ai. Kam frikë nga Zoti. Thotë fjalë e Zotit është e gjallë edhe vepruese. Dhe është në gjendje të depërtojë, domethënë deri në të thellat e shpirtit, thellat e zemrës. Deri atje thotë ku ndaç shpirti nga fryma, që askush nuk e kupton. Nyhet nga palca. Thotë bile më së fundi domethënë e mbyll kështu, domethënë çdo gjë është lakuriç përpara Perëndis. Domethënë asnjë nuk është e fshehur. Besojmë te Zoti, kemi kaq vite te Zoti, po frika e shenjtë sa vjen dhe shtohet brenda nesh. Që të djegi, që të heqi, të gjitha të këqija, edhe aq më tepër kur përmend Zoti këtu e raste një zemër të ligë. Kemi një zemër të ligë. Mosbesimi. Falenderojmë Zotin bile për këtë. E dini paraqet po këtu te kapitulli 3 te rreshti 10 thot fjalë e Zotit. Do desha që t'i lexojmë edhe te vargjet që të mbështetemi te fjalët e Perëndis. Prej kësaj njihen bitë e Perëndis dhe bitë e djallit. Kushdo që nuk praktikon drejtësinë, nuk është nga Perëndia, dhe i tillë nuk është as ai që nuk do vëllain e vet. Vazhdojmë poshtë, sepse ky është mesazhi që dëgjuat nga fillimi, të duam njëri tjetrin. Jo si kundër Kaini, i cili ishte nga i ligu dhe vrau vëllain e vet. Dhe për çfarë arsye e vrau atë? Sepse veprat e tij ishin të liga dhe ato të vllait ishin të drejta. Vëllezër, mbani mend, Kaini dhe Abeli ishin dy fëmijët e parë në këtë botë, në këtë krijim që bëri Zoti. Krijoi Adamin dhe Evën nga brinja e tij, edhe dy fëmijët e parë arritën në gjendje të tillë sa njëri nga ata, vllai më i madh, vrau vëllain tjetër. Shpeshherë sa herë lexoj, sa habitem, dhe mos i erdhi në mendje atij që të arrijë në një veprim të tillë, që të vrasë vllain e tij. Pse? Sepse veprat e tij ishin të drejta, ishin të mira, ishte një vllai i dashur, ishte një vllai i butë. Falenderojmë Zotin. Por që një ditë me flimin, besoj se keni parasysh historinë, flimi që bëri Abeli ishte i pëlqyer në sytë e Zotit. Dhe dini se sa bëri, mori dele, mori kafshë e flijoi përpara Zotit. Dhe ky ishte i pëlqyer në sytë e Zotit, sepse një flijim të tillë bëri dhe Zoti atëherë kur mëkatoi Adami dhe Eva. Ndërsa Abeli mori frytat mollëve, kumllave, dardhave e tjerë, gjë që nuk i shëmbëlleu Perëndis për atë që theshte. Atëherë duke parë të Kaini, e thirri një ditë nga fusha ndej, shkoi ndali vllain, mori një ngur atëherë, s'besoj se kishte thika atëherë si sot e kësaj dite, edhe goditi, edhe e vrau vllain e tij. Vllain, merrni me mend vllain. Lavdi Zotit. Dhe për çfarë? Sepse veprat e vllait ishin më të drejta nga të tia. Lavdi Zotit. Edhe Zoti thot, Kain, ku është vllai yt? Jo se Zoti nuk e pa. Edhe i thot Kaini, akoma me zemër të ligë. Mos jam rojtari i vllait timon? Si ti thoshte Zoti, po, je rojtari i vllait tënd. Edhe ne jemi rojtar të njëri tjetrit. Ashtu sikurse jemi rojtar të familjeve tona, kemi gratë, kemi fëmijët, edhe këtu me njëri tjetrin, të kemi kujdes me njëri tjetrin, të tregojmë dashuri për njëri tjetrin, për nevojat që ka për njëri tjetrin, për problemet që kemi me njëri tjetrin. Dhe dini pse? Sepse jemi gjymtyr të njëjtit trup, të cilë do ushqemi me dashurinë e Perëndis për të shkuar në mbretërinë e qiellit. Nuk bëhet ndryshe vepra e Zotit. Falenderojmë Zotin. Dhe prandaj thot fjalë e Zotit, mos pas ndonjë nga ju një zemër të ligë, sikurse Kaini vrau vllain e tij. Falenderojmë Zotin. Dhe shikoni se çfarë thotë, hapim po te rreshti 14, te kapitulli 3, rreshti 14-15. Lavdi Zotit. Ne e dim, dy vargje shumë të rëndësishme, ne e dim se kemi kaluar nga vdekja në jetë, sepse i duam vëllezër. Kush nuk do vëllain e vet, mbetet në vdekje. Kushdo që urren vëllain e vet është vrasës
Dhe ju e dini se asnjë vrasës nuk ka jetë të përjetshme të qëndrueshme në veten e tij. Dy gjëra vëllezër. E para thot, kemi kaluar nga vdekja në jetë sepse duam vëllezërit apo motra. Falenderojmë Zotin. Është shumë e rëndësishme. Na kaloi nga vdekja në jetë, sepse fryma e shenjtë ka dhënë dashurinë e tij në zemrat tona. Falenderojmë Zotin. Dhe thot, kush nuk do vllain e vet, mbetet në vdekje. Shumë e rëndësishme. E dyta thot, kush urren vllain e vet, është vrasës. Dhe vrasit nuk kanë një jetë të përjetshme në veten e tyre. Jo, unë e dua vllan, po nuk i flas. E dua vllan, po je në rësirë. Kaq thjesht është fjala e Zotit. Që ta kuptojmë sot, je në rësirë. E rësira më ka mbuluar sy dhe nuk kuptoj as e ku eci, as i eci, as e cili është qëllimi i jetës time. Vëllezër, ne bitë e Perëndis nuk jemi si bota. Si bota është si një anije në mes detit që nga e çon era andej apo këtej. Kemi një qëllim. Kemi një qëllim, rruga jonë është Krishti, i cili përfund është shpëtimi i shpirtërave tanë, jeta e përjetshme. Do jetojmë përjetësisht me Zot. Por në këtë rrugë është një diçka shumë e rëndësishme e cila quhet shenjtërim, pa të cilin thot fjala e Zotit, askush nuk mund ta shohë, domethënë nuk mund të shkojë në mbretërinë e qiellit. Askush nuk mund të shohë fytyrën e Atit pa paqe dhe pa shenjtërim. Domethënë shenjtërimi vëllezër nuk është një buton, nuk është një enter siç e kemi në kompjuter. U shtyp tani dhe unë jam i shenjtë. Shenjtërimi është që nga momenti që ku na thirrë Zoti deri në momentin sa do na marrë Zoti lart në mbretërinë e qiellit. Për dita. Nuk bëhet fjalë në familjen tonë vetëm, nuk bëhet fjalë vetëm me vëllezërit e motrat me njëri tjetrin vetëm, por edhe aty jashtë. Me kolegët e punës, me shokët, me shoqet e punës, të them me të gjithë të njohurit pa përjashtim. Do lexojmë një diçka edhe më poshtë. E dini se çfarë thotë fjala e Zotit? Perëndia, askush nuk e ka parë ndonjëherë Perëndin, por po ta duam njëri tjetrin, Perëndia qëndron në ne dhe dashuria e tij është e përsosur në ne. Më ka bërë shumë përshtypje kjo fjalë. Për dy gjëra thot fjala e Zotit është e përsosur. Thot kush ka dashuri, dashuria e Perëndis qëndron në të, edhe e dyta në mos gaboj te kapitulli 3 të Jakobi, ai thot që nuk gabon në të folur, është i përsosur. Dashuria e Perëndis është e përsosur në të. Domethënë, i do të gjithë, nuk llogarisin vetëm motrat e vëllezërit, arrin ose më saktë kalon çdo kufi njerëzor fjalë e Perëndis kur thot të keni dashuri edhe për armiqtë tuaj. Për armiqtë tuaj. Ne shpeshherë kemi probleme me njëri tjetrin. Nuk e dua, nuk më do, kam probleme, më urren, e urrej. Vaj halli të arrim atje tek ajo që thot fjala e Zotit, dashuri për armiq. Bëhet kjo gjë, e dashuri për armiq, nuk bëhet. Nga ana njerëzore nuk bëhet, por me Zotin jetarim vëllezër. Me Zotin do të jetarim vëllezër, që të kemi dashuri për atë. Merr me mend të arrish deri atij sa që tjetri të shaj, tjetri të mallkoj, tjetri armiku yt të vi të bëj, domethënë ato çka ka në mend të bëj, edhe ti të thuash Zoti të bekoj. Zoti të bekoj. Thuajnë këto vëllezër e motra vetëm ku fryma e shenjtë vjen brenda nesh, edhe deri atë që thot fjala e Zotit, dashuria mbi të gjitha, falenderojmë Zotin. Vetëm një njeri i tillë mund ta bëjë këtë gjë. Nëse prania e Perëndis e Zotit është brenda nesh, sepse pa dashuri, e shpjegon këtu fjalë e Zotit te Korintasve shumë mirë, nuk kanë vlerë gjërat e tjera. Thot atje kur shpjegon kapitullin e dashurisë, dhe të kisha profecin, shpeshherë mburremi ne. Unë kam profeci, unë jam profeti, unë jam profetesha që jam e vetmja në kishë, apo ku pa dashuri nuk je asnjë. Edhe të dija gjithë misteret e mbar botës. Edhe thot fjala e Zotit, të jepja trupin tim sa të dijej për të gjithë të varfrit, për të gjithë njerëzit. E plot, të kisha besimin sa të lëvizja malet nga vendi. Po mos kisha dashuri, nuk jam asnjë. Dashuria është e butë, e pajtueshme. Dashuria i duron të gjitha, shpreson të gjitha. Gëzohet me të gjithë, nuk gëzohet me të keqen, por gëzohet me të mirën. Problemi i madh edhe ky. Në vend se shikojnë për shembull ta them që ky vëllai u bë shërbëtor i Zotit, të tërë fillojnë, apo ata që s'kanë zemër të mirë, ka zemër të ligë.
Po unë kam 14 vjetë në besim, kjo vllai 2 vjetë tani Zoti e pakëzoi me frymën e shenjtë, mua s'më ka pakëzuar akoma. Të bëhet ky shërbëtor mos bëhem unë. Në vend që të gëzohemi, vëllezër, e kuptoni se sa bëhet. Në vend që të gëzohemi, themi lavdi Zot për vëllan që e bëre shërbëtor, sepse kjo është vepra jote. Ky është qëllimi i veprës tënde, që vepra jote të eci, të kesh sa më shumë shërbëtor. Edhe fillojnë ligësit edhe të smirat brenda nesh. Falenderojmë Zotin. Prandaj thotë edhe këtu fjalë e Zotit, të keni kaq kujdes me këtë, sa që te rreshti 10 te kapitulli 4, më fani që po lexojmë varje, por që dua që të mbështetem te fjalë e Zotit. Kapitulli 4 rreshti 10 thotë: Në këtë është dashuria, jo se ne kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Shumë të dashur, nëse Perëndia na ka dashur në këtë mënyrë, edhe ne duhet ta duam njëri tjetrin. Askush se ka parë ndonjëherë Perëndin, por po ta duam njëri tjetrin, Perëndia qëndron në ne dhe dashuria është. Falenderojmë Zotin. E shikoni vëllezër se sa e rëndësishme është kjo gjë. Sa e rëndësishme dhe për të arritur deri këtu, duhet që gjithë secili prej nesh në radhë të parë të ketë një zemër të përulur. Edhe nëse nuk e kam, të them Zot, nuk e kam një zemër siç ma kërkon ti Zot. Nuk mundem, edhe nëse urrej të them Zot, e urrej. Kështu na të dukem hipokrit. Zoti nuk më shikon që jam hipokrit, më shikon që jam hipokrit. Nuk kam fuqi Zot. As fuqi s'kam, as mendje s'kam ta kuptoj këtë gjë, dhe që ta përull zemrën. Dua që ti të ma bësh, e bën Zoti vëllezër. Sepse prandaj na ka thirrur. E shikon që jemi të dobët, e shikon që jemi prej mishi, lavdi Zotit. Dhe prandaj na thirrri që të na rregulloj dita ditës. Falenderojmë Zotin. Lavdi Zotit. Bile jo vetëm kaq, po tani për pak me hijen e Zotit do marrim nga trupi dhe nga gjaku i Zotit. Si do marrim kur unë kam zemër të tillë ligësie me vëllezërit e me motra. Sa herë lexon vllai, edhe është detyra sa herë shërbëtorit të kishës, domethënë që është urdhër nga Zoti që ti lexoj këtë ja përpara se të mbini nga trupi dhe nga gjaku, shqyrtoni veten tuaj. Shqyrtoni veten tuaj. Nuk është puna se unë bëra një gabim, bëra gabim, them Zot më fal, edhe kalojmë, ecim përpara. Por problemi i fjalës e Zotit tu thot, kur ti ke një mëkat në zemër, unë kam një mëkat në zemër që e mbaj me dashje, e bëj me dashje, e dua mëkatin. Domethënë, vjet sa herë, urrej sa herë, nuk e dua vllan, bashkëjetoj, mëkatin e më dushme të cilë unë i dua, më pëlqejnë. E në rastet të tilla thot, ki kujdes, shqyrto veten tënde. Në qoftë se ti apo unë kam mëkate që më pëlqejnë me dashje dhe zgjas dorë dhe marr nga trupi dhe nga gjaku, thot fjalë e Zotit, nuk do marrësh bekim, sepse është bekim ajo që marr. Thot fjalë e Zotit, kush nuk ha dhe kush nuk pi nga trupi dhe nga gjaku im, nuk ka jetë përjetshme. Por jo me mëkatin brenda. Në qoftë se unë mbaj mëkatin brenda më pëlqen dhe zgjas dorën, shpjegon fjalë e Zotit më pas se thot, për këtë arsye kanë mesiush të dobët, domethënë të pafuqishëm, të sëmur, bile thot edhe shumë vdesin. Ka që rëndësishme kjo vëllezër. E dini nga vinë tëra këto. Vinë të tëra nga mëkati që unë mbaj në shpirtin në zemë. E kuptoni vëllezër se sa rëndësishme është. Jemi në praninë e Zotit dhe të kemi kujdes kur zgjasim dorën dhe marrim nga trupi dhe nga gjaku i Zotit. Do thënë dokush, po qenë kështu punët, çdo gjë ka rregull. Zoti sa herë na rregullon. Ti themi Zot, dua që të më rregullosh. Dua që të më heqësh këtë gjë. Nuk e dua më, nuk më pëlqen më ky. Kjo që po bëj, mëkatin që kam në zemër. Do ta bëj Zoti, do ta bëj Zoti. Bile jo vetëm kaq. Por nëse doni t'u them edhe një shembull që të jetë shembull për të gjithë ne, duke filluar nga unë i pari dhe të gjithë ne. Edhe nëse unë në këto momente kam një diçka me të motrën, me atë vllan, përpara se vllai të ndaj nga trupi dhe nga gjaku, apo në atë moment të vetë atje, ti them vllajt vlla, më fal, të kam urryer. Mbase nuk më ke kuptuar. Marrim këtë tjetër, që ka qenë i fshet. Nuk më ke kuptuar, të kam urryer. Nuk të kam duruar dot, nuk te, nuk atë e tjera më radhë. Edhe ti e dorën qafë, edhe ta përqafoj. Ja blen kjo vëllezër. Ja blen vëllezër. Edhe përpara Zotit, edhe përpara vëllezërve si shembull.
Nuk ka këtu se unë jam i ma, se unë kam kaq vite, se unë jam kush e di asgjë s'jam. Edhe nëse unë mendoj që unë i di Biblën, dëgjoj ndonjëherë unë Biblën e di më të gisht. Dëgjoj ndonjëherë edhe kështu. Por që fjalë e Zotit thotë, ai që mendon se di diçka, të kuptoj që nuk di asnjë gjë që duhet të di. Falenderojmë Zotin. Kështu që të kemi një zemër të përulur, përpara se të marrim, le të shurtojmë veten, të marrim me zemër të pastër, të themi Zot na fal, të themi edhe vëllezër e motra na fal, dhe Zoti do na bëjë jetën. Amin. Aleluja.